Ajde përcjellës ka. Po, bash janë të këshirë, valla. Ke djallë shumë o të mështin të shime. Sa që mojsh me vëllat, qish mundet ki rogën më të vogël se krejt me pas, a mu konë ma i lumë tërpi krejtve. Hajtë se bjerin fije. Po mirë Enis, pse unë nuk e kam qartë, pse mirë është ti me këto? A te e bom punën mirë njeri, lemi në të punoj, shka po mërzit është ti? Uaj, për torna nuk e goget mu më rëme. Po, se di në bashkë na punu, deri para se morë të nëzyre të në komentarsh, na punu me një vend. Uaj, gjithë që shto konë, su një bjerë vije njeri atë. Mush, o ti, mu shumë i të shimë të të më dogë. Unë e bashkë po du me provu t'i shka i s'ka ke. Funit mujnë edhe sherin me Japani këti. Qfar sheri? S'munët mu konë ki... Qfar sheri mush me pa piktive ti, qka ki jenë kësi firma palide? O, s'jam rahat betej ta s'bulej edhe Ama pi. njeri atu punue, e pasi punon, e ban punën që shduhet, leve ti, leve të punoj njeri. Ai edhe ti vetë qka mirë është interesant. Ja, s'mer vesh, kjo për ashtu mund është me provoku që ka dush. A thu? Yes. Nuk di me i dalu sajnë Ja, ata. nuk e henë ato, kjo veç e këshirë punën e vetë. E mirë Enis, qka do me boti, hajtë kazan. Punon. Oj, s'ka, len ma ti mund sot, e menojnë sot nesër e shifni. Leve, se... Tema, seriosisht o të... Hajtë, zos shaka ime që këtë njerë në film, hajtë. Që njeri njef edhe ma mirë, Allah, e të e një që ka më thot, ta starë në s'ka s'kur që heq. Që e ki? Për që tash edhe mujnë të Për mështim dorë të shane që e ko pore, ka pon pore, diçka jo, e ko veç... Ajde po. E ko stilin e jetës... Do më thonë veç me rogës tonë varët ki, veç me rogën tonë Veç në me qatë rogë punë në... Mundet me vlog, këshire njeri fluturon, këshire që ka du. Për 2 ditë, Allah, për 2 ditë e kam super në njeri, kjo se e mojnë shme be. Po, valla edhe... Ketë mund njetë njeri, o vla. Vallaj po. O ma ty, e pas ke diktu këtë që ka dhe shka. O mu qësajmë të e përcel, oj s'ka. A të qësajmë të e përcel. Vese njeri mu nervozu, edhe pise e monëm ketë nartë, ne? Edhe me se me bo ftira se njeri hala ma shumë i ka i vullneti për punë. Yes, nuk e ko dert, a i desh... Thuj diçka, desh më si thuj e njejtë është... Rafsh. Rati të vetë punën. Lema ti mund sot, lema unë kam e menu sot edhe nesër e shef njëse qka. Tamam. Lema. Hajtë. Bime që të vullet që të... Qële treshim. E pash dine i mon, laje të morë me këtë, pash zotin. Qish mos më marrë vla, mu ka po pik. Qirë, hala ma i lumë tërse djeki. Nuk është e mojshme me kjo. Valla së është e mojshme. Së në zbëllën e këta harane. Kush të Ke zbuloj? ko sefte, gjithë që shto konë. Një bje njeri vijë. Unë e zbuloj e shif një. Kine me pa bëja dhe pik. Arton, ti ki me shku, edhe e thirë pa konë është kështu, edhe i thu, e kini shfar amaneti. Qëfar Pinar. amaneti bre? Ai ti shtasha, kitë punë do mi marrë vesha, shko njeri, Jo, thot që jam. në ta dije. I thu, shefat e njësje dhe iska, ti ka quqë të një 10 mjera, si shpërblimi Vët mjerë! Po dhe, merë edhe qoj aty. Jo, që kjo nuk në regull, zë? Nuk on regull, a? A të vike mirë ti ne që të morën pi poshtë, e që po më nërë këtu. Jo, unë jashtë. Hajde mos ban shumë abet edhe që e parë, shtosh. Ec. Edhe më së ban ti kishe thuj, direkt thuj. Jo, Hajde Hajde këtu. Gjamina, se bëj qorën, një atën, di që. Veç leja edhe dilti. A kuptu? Kuri. Ma dhe me të vetë ma shumë diçka se... Nuk di thuj veç më thanë me tillon edhe... Thuj. Hajde kuptu. Kështë e shtekina me mujtë në... Hej, Se është... Edhe të kjone, se më duke se dhe ki bëndë që i së di kur gjojq. A ki janë e se bëndë mu... kush me kjeri është me nësë.
O, po na mor dull. O lodhe. Po ja be. Shkon dita e shkurta sot. Kështu që të pishklu ka përcën orari. Allah, të kofti njejti, dull me njejti në vullnet. Gjithë i lumë të rjekon. Po shka me ma vla, mes e qana jam shtosh. Mes e vik shtosh ratë, pun, qaj me më ratësi. A, halal të kofti. Dullo, ti të fola pi e nisit edhe iskës, ti kanë qu qëtu një 10.000 euro, thanë e pja dullës. Pse? Valloj, pse qysh tek, dull nuk e di veç, më thanë qëja dullës, edhe nuk di që tërsen. Fane, fanë derit shumë, ha? Heca dullën e nërë se i kom do punë aton. Fane, fane. Këshireve njerit si mja thonë dhe tërë, ato, si se të e mo. Abe, kin, me të vërtes s'kana normal, be. Po ti, ti si intereson parja, t'ja merr vesh, ki sot për sot e ko. Leti shkazi. Po, këshirë me parë vëqela, që të janë është. Sot për sot, e shef nejsër. Kime pave nejsër? Po lebe, dhe ti. Abe, e shef nejsër nga mu? Hani be, hani, shka dush ma se dhe mu ma filloj. Ja, mjujti që bashkë të zotin Vallaj, mjujti. po, Telefone, kam visë ka dikone? se di vallaj. E kom të zishë. Sot u aftë, jej. Vallaj, se ka njetë më aftë? Ja, vallaj. Kjo e le punën, ma e me që më thamë. Vallaj, në lash bravo i kofta. Vallaj, po. S'na i livi vetë jadhamë. Ha, qërë vallaj. Nëse të qëmë taj. S'ka në disponim njeri. Vallaj, s'ka në disponim. Ai, a thu pak ja pasme? Qfarë pak? Këshia s'do më janis punës, te. Vallaj, s'do më janis. Po atë thashme që do me elon punë ki. Edhe ka me elon majme. Që të orëtën. Heki kamerët. Heki kamerët, bashkë, banë kështë se. Tam a telefonë. Fale se ju pengoj e pak, ha? Ju mërë qëfar pengume. Mirë se edhe se moti s'kina po. Po tja, si e sot buna. Po e, të vatëm drejtën punë jam, po, Ullu njerë, ullu. diçka pi djesë jam rahat, be. Pse, Hajro valla. mos ka folë dikush diçka, po ti. Jo, be, jam Ni me valla. Jo, valla. Po, ke artoni dje, e më tha që neve e nisi edhe iska, ti ka dhonë 10.000 euro. Mos e përmen. Tamam ne. Le, Ne thama ti mos me të kalzuaj për të. o, o, le, këshire. E kena bo atë punë, le, Ç'është kena bërë nisë? E tamam, pse si e radë na ka zotro, hajt. Apo që shtanë, se unë pranë, për shpirët e kena bo atë. pa ma me nisë, fandesh për juve, po. Hajde mo Pra foj. si shkolla të shpija, gjithë natën, valla, njet, pa dijava, 9.900 ishin. Si ki një mirë, ti ba ma ki. Njefi, e ki njefi, sa e ki njefi. Valla billa, a disa i këm njef, 9.900. Dullo, këshirë. Se s'duhet disi e si në shqimë se, po, s'ki pa ndështë atë punë me qatë shumë, e të kuptu, tu kanë ngatru ndështë atë i një. Mund, tu kanë gjitë një orë. Valla billa, A i le pin gisht atë kërë një këti në këto. ha, dhe gisht. Mire ka. Pa ma kise, ej, 99 sopa janë aty, 100 sopa.
Të një me të nxiktë dhe qash. Valla be, i ku mjef sigur, gjatë natën Allah. Akive me veti. E bjo I kam vajtë dhe tja, pa e shkoti pasi ti bia shto. Hes me dhe ti bia ti, Hes. Gjëta të është bukalëzoj ma mirë, Ani, murit me kon gabimi jonë, rënis, të shërë një njerëzi. O, duko, hes ti. Si kina lipi në gishtë të roma hi. Falje. Usës. Falje. Hajde, vesh edhe një qep punës. Falje. Hajde po. Nuk i gëzohet dhe vla 9.900. E ka natë 100 njerëshëm se nuk e ka. O vla, njeri kur u kam su mus me pas. Edhe ti, ka të kive. Njeri të të mullak. Ja qas, ja hiq. Aba hej. Ata se kam ja hup disponimin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet qofshin për Allahun dhul xhelal, salavatet tona qofshin mbi Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij, si dhe gjithë ata që e pasuan dhe vazhdojnë ta pasojnë rrugën, traditën e Muhammed Mustafas deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot temën që do të trajtojmë është mosdia, mosmirnjohja. Që për krijimit të njeriut, ai jeton mes diturisë dhe paditurisë. Allah i Madhërisht, kur e krijoi Ademin alayhis salam, ja mësoi emërtimet e gjësandeve, siç e përmend edhe vetë në Kur'an, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, dhe Allahu pra ja mësoi Ademit alayhis salam emërtimet e gjësandeve që të gjithave. Padituria gjithmonë ka stagnuar përparimin e njeriut, ndërsa dija e ka ndihmuar atë të shkojë përpara. Dituria gjithmonë simbolizon atë që është hyjnore, ndërkaq padituria është ajo që simbolizon atë që është shtazore. Zoti i Madhërisht në një ajet kuranor thot: "Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Pra i përshkruan disa njerëz duke thënë se ata kanë zemra që nuk kuptojnë me to, kanë sy dhe nuk shohin me ta, kanë vesh dhe nuk dëgjojnë me ta, ata janë sikur se kafshët ose mund të jenë edhe më të ulët, pa dashur në llojin e kafshëve, dhe ata janë të cilët janë të marrë ose janë gafil të pakujdesshëm. Imam Ghazaliu në librin e tij Ihya Ulumuddin, kapitulli i parë, faqe 7 thot: "Përveç të diturve të tjerët nuk llogariten njerëz, sepse veçoria që na dallon neve, pra llojin njerëzor nga shtazet, është vetë dituria. Njeriu me dituri arritet që të zbus dhe të menaxhoj edhe kafshët, të cilët mund të jenë ndoshta edhe më të fuqishme, edhe më të shpejta, edhe mund të jenë ndoshta edhe në pamje më të bukur, sepse gjithçka ka kriju Allahu i Madhërisht, mirë po njeriu arriti që të zbus ato dhe të përdoroj falë dijes së tij dhe përmes kësaj pra arrin që të arrijë synimet e tij. Dietari i madh, kolosi islam, eruditi islam Imam Shafiu ka thënë: "Dy vetë më kanë mundur, dietari me dijen e tij dhe ignoranti me padijen e tij." Dhe sigurisht se dietari, pra si thot Imam Shafiu, e ka mundur bazuar mbi argumente në debatet që i kanë pasur atëherë, dhe ignoranti më ka mundur me padijen e tij, sepse zakonisht ignoranti është ai i cili debaton me fuqinë e zërit dhe jo me fuqinë e argumenteve. Çka është mosdia? Mosdia definohet si mungesa e njohurive, informatave ose kuptimit për diçka. Mund të jetë thjesht pa aftësia për të kuptuar dhe për të njohur me një temë ose fushë caktuar. Në disa raste,
mosdia mund të lidhet me mungesën e arsimimit ose eksperiencës së caktuar për një fushë të specifike ose të caktuar. Padia shpijen në mosbesim, sepse njeriu është armik i asaj që nuk e njeh. Po çfarë është mosmirnjohja? Ashtu siç e pam edhe në episodin që posa shikuam, ku një person është jo mirënjohës ndaj kompanisë që e shpërblej, pra mosmirnjohjen e definojmë si mungesë e falënderimeve ose vlerësimit për diçka që dikush ka bërë për ne, për një ndihmë, mundësi apo dhuratë që kemi marrë. Ajo tregon një pamundësi për të shprehur ose paaftësi për të shprehur mirënjohje ndaj atij që ka kontribuar në jetën tonë në mënyrë pozitive. Në shumë raste, mosmirnjohja mund të krijojë ndjenja zhgënjimi dhe mund të dëmtojë marrëdhëniet mes njerëzve. Njerëzit që janë mosmirnjohës shpesh nuk vlerësojnë sa shumë kanë përfituar dhe mund të shfaqin indiferencë ose harresë ndaj bujarisë, bamirësisë ose ndihmës që ata kanë marrë. Filozofi Immanuel Kant e ka përcaktuar sakt kështu mosmirnjohjen duke thënë: mosmirnjohja është thelbi i poshtërësisë. Cilat janë lidhjet midis mosdijes dhe mosmirnjohjes? Lidhjet midis mosdijes dhe mosmirnjohjes mund të shihen dhe të shtrihen në disa nivele, pasi këto dy koncepte mund të ndikojnë njëri tjetrin në mënyra të ndryshme. Mosdia mund të jetë një faktor që kontribon në mosmirnjohje, por mosmirnjohja gjithashtu mund të jetë një çështje e karakterit dhe edukatës individuale të secilit. Për mosmirnjohjen, pejgamberi jon i dashur Muhamedi alayhis salam ka thënë: kushdo që e bën një nder, një favor, një bamirësi, shpërblejeni. Nëse nuk gjeni ndonjë gjë me të cilën ta shpërbleni, atëherë luteni për të derisa të mendoni se ju e keni shpaguar, pra keni arritur ta shpaguani atë përmes falënderimeve. Pra thjesht mos e lëshoni pa asgjë, nëse s'mund ta shpërbleni me aspekte materiale, atëherë spaku ta shpërbleni përmes lutjeve tuaja ndaj atij personi që ka bërë një bamirësi ndaj jush. Njerëzit në këtë jetë nuk mund të bëjnë një pa njëri tjetrin dhe askush nuk mund të jetojë i vetëm, kështu që secili ka nevojë për ndihmën e tjetrit. Kurdo që dikush i ndihmon dikujt, duhet falëndëruar për atë mirësi apo ndihmë që ka bërë për ne. Në të kundërtën, ky person pra llogaritet si mosmirnjohës. Nëse të tjerët i bëjnë mirë njërit prej nesh dhe nuk gjejnë gjë tjetër përveç mosmirnjohjes, kjo është dëshmi e poshtërësisë dhe përbuzjes së shpirtit, sepse shpirtat fisnik nuk njohin mosmirnjohje apo mohim, por janë gjithmonë besnik dhe pranojnë favorin që ju bëhet atyre. Mosmirnjohja është arsye për të hyrë në xhenem dhe për këtë pejgamberi jon i dashur Muhamedi alayhis salam transmetohet se ka thonë: më është shfaqur zjarri i xhenemit dhe shumica e njerëzve që ishin në të ishin gra mosmirnjohje. I thanë: ja Rasul Allah, a është fjala për gra jo besimtare? Ndërkaq Muhamedi alayhis salam tha: jo, por është fjala për ato gra mosmirnjohëse për mirësinë e tyre, nëse i bënin ndonjërs prej tyre tër jetën mirësi dhe për një moment ajo sheh ndonjë të keqe tek ju, ajo thot: kur nuk kam parë ndonjë të mirë nga ju. Pra, nëse një person, në këtë rast, një grua qenë ka banore e xhenemit, jo për shkak të mosbesimit saj, sepse sigurisht mosbesimi është ai i cili të shpije në xhenem sigurisht, mirë po për shkak të mosmirnjohjes si besimtare, pra, ajo mund ta shijojë zjarrin e xhenemit dhe ndëshkimin si shkak të mosmirnjohjes ndaj mirësive ndaj saj. Ai i cili nuk është falëndërues ndaj njerëzve, sigurisht nuk është falëndërues edhe ndaj Allahut Madhërisht. Nu'man ibn Bashiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot: i dërguari Muhamedi alayhis salam tha një ditë në minber: ai që nuk është mirënjohës për pak, pra qoftë ai mirësi edhe e pak ndaj teje, nuk do të jetë mirënjohës për njerëzit, dhe ai që nuk është mirënjohës ndaj njerëzve, nuk është mirënjohës edhe ndaj Zotit. Pra ne duhet jemi falëndërues, mirënjohës ndaj kujdo, qoftë ajo dhuratë edhe e pakt, ose qoftë edhe ajo dhuratë
ose mirësi ndaj teje që nuk i plotëson ndoshta edhe pritshmëritë tua. Abdullah ibn Omeri transmeton nga pejgamberi alayhis salam, i cili ka thonë: kush ju thret përgjigjen e atij që ju bën një të mirë, shpërblejeni, nëse nuk gjeni asgjë me cilën t'ia shpërbleni, atëherë luteni për të derisa mendoni se ja keni kthyer borxhin apo derisa mendoni se jeni ekuivalent me të. Mosmirnjohja është shkaku i dënimit dhe i humbjes së begatisë. Allah i Madhërisëm në shumë vende në Kur'an na thret që t'jemi falëndërues, por në këtë rast Allah i Madhërisëm thot: wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum fa inna adhabi lashadid. Përkujto o Muhammed, përkujtojo edhe besimtarve, kur Zoti i Madhërisëm njoftoi, pra ngriti një postulat dhe tha: nëse më falënderoni mua do t'u ashtoj të mirat, por nëse i mohoni ato, atëherë ta dini se dënimi im është i vështirë. Prandaj njeriu në jetën e kësaj bote, atësa është caktuar prej Allahut të Madhërisëm, duhet jetë prej atyre që në vazhdimsi të kërkojnë ndije, e cila pra bën diferencën mes njeriut dhe kafshëve, sepse si tham, dituria është hyjnore dhe padituria është e botës shtazore. Pra në vazhdimsi njeriu, as më tepër besimtari, duhet jetë ai i cili në vazhdimsi kërkon dije, dituri dhe nuk e lejon veten të mbetet në pozitën e të padijshmit. Allah i Madhërisëm thot: fala takunanna min al-jahilin, në asnjë mënyrë mos u bëni për njerëzve ignorant. Pra njeriu me mos ndjekjen e parametrave për të fituar dituri mund ta përcaktoj veten si njeri i humbur, pra i padijshëm, dhe rrjedhimisht pra vendi i tij mbetet prej ignorantëve. Dhe Zoti i Madhërisëm po thot: mos lejoni që t'jeni prej ignorantëve. Prandaj besimtari në vazhdimsi duhet jetë i tillë që kërkon dije dhe përmes diturisë ta mësoj qëllimin e ardhjes në këtë botë, dhe njëkohësisht gjithashtu duhet jetë mirënjohës dhe falëndërues ndaj të gjithë atyre që bëjnë vepra të mira ndaj tij ose e bekatojnë. Pra njeriu duhet jetë fillimisht mirënjohës ndaj Allahut të Madhërisëm për çdo mirësi që na ka dhënë, pastaj duhet jetë mirënjohës për familjen e tij, rrethin, shoqërinë, dhe gjithashtu pra mbi të gjitha duhet jetë mirënjohës në të gjitha nivelet dhe ndaj gjithkujt. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha.